Pogradeci u kthye në skenën e një premiere të madhe kinematografike me filmin Dhe vdekja le të pres, me regji të Edmond Topit. Ky film u shfaq për herë të parë para publikut pogradecar, pikërisht aty ku edhe u xhirua. Salla u mbush me ardashës, qytetar, aktor e personalitete në një pritje masive dhe tepër emocionuese, edhe për faktin se shumë prej banorëve të qytetit ishin pjesë e xhirimeve, duke bërë këtë premierë më personale për publikun. Regjizori Edmond Topi, aktorët e mirënjohura Zyliha Miloti dhe Emma Andrea u shprehën të prekur nga pritja e publikut. Dashamirësia, mikpritja që ka qyteti, atmosfera që ishte krijuar, klima e jashtëzakonshme e punës e tjetorit që ishte këtu, nuk më ka ndikuar vetëm mua, ka ndikuar gjithë grupi. Dashamirësia dhe sidomos, base nuk kuptohet edhe mund të duket absurde, sepse është absurde, brezi atyre që kanë bërë kineman shqiptare, që janë të gjithë pjesë e këtij filmi. Është një mrekulli që të faktin rinia do ta shohin shumë. Pasha dhe reagimin e spektatorëve. Kishte momente shumë prekse. Unë vërtet jam aktore humorit. Prej 50 e sa viteve, 60. Po, më duke se diçka dhe unë dash. Si një bashkim i disa njerëzve, të disa brezave, që dëshironin ta bënin këtë. Ky film do t'i rezistoj dhe do t'ngelet në historinë e kinemas shqiptar. Momenti prekës i mbrëmjes ishte edhe mungesa e Margarita Xhepës, e cila ishte pjesë e kastit. Ajo është një nga pengjet që ka filmi. Margarita, personazhi i saj në filmin e parë është larguar nga jeta dhe unë kam gjetur një zgjidhje dramaturgjike në mënyrë që Margarita të ishte edhe në filmin e dytë, ajo vjen si një ëndër në film. Unë shpresoj që ajo e sheh suksesin ose pritjen që i bëhet filmit. Dhe vdekja le të pres bashkon një kast të jashtëzakonshëm aktorësh shqiptar, si Reshat Arbana, Zyliha Miloti, Tinka Kurti, Margarita Xhepa e shumë të tjerë. Vishin qytetin e Pogradecit.